Shqipëria ka marrë zyrtarisht dërgesën e parë të sistemeve raketa hedhës Javelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një hap i rëndësishëm për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Lajmi u bë ditur nga ministri i mbrojtjes Pirovenku përmes një postimi në rrjetet sociale. Sipas ministrit, këto sisteme të avancuara do të rrisin aftësinë mbrojtëse të forcave të armatosura të Shqipërisë, kapacitetet parandaluese si dhe ndërveprueshmërinë me strukturat e NATO-s, duke kontribuar drejt për drejt në rritjen e sigurisë kombëtare. Javelin është një sistem raketor kundër tank i gjeneratës së fundit i prodhuar në Shtetet e Bashkuara, i projektuar për neutralizimin e mjeteve të blinduara dhe tankeve moderne. Ky sistem konsiderohet një element kyç për mbrojtjen toksore, duke i dhënë forcës toksore shqiptare aftësi më të mëdha për të përballuar kërcënime të avancuara në përputhje të plotë me standardet e Aleancës Atlantike. Raketat u bën gjithësisht të njohura gjatë luftës me Rusinë dhe Ukrainën, ku janë përdorur nga ushtria ukrainase për shkatrimin e automjeteve të blinduara dhe tankeve ruse me efektivitet të lartë në fushë betejë. Shqipëria si vend antar i NATO-s i ka porositur këto sisteme në kuadër të bashkëpunimit ushtarak me SBA-n përmes mekanizmave të shitjes ushtarake të huaja, duke konfirmuar angazhimin për modernizimin e vazhdueshëm të forcave të armatosura dhe forcimin e rolit të saj në arkitekturën e sigurisë euro-atlantike.